Tërmeti fuqishëm godet Turqinë dhe nuk raportohet për viktima. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 6 u regjistrua mbrëmjen e sotme në Turqi, vetëm 8 kilometra nga Sindirgi dhe 59 kilometra nga Balikesir, kryeqyteti rajonal. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vulkanologjisë dhe USGS, tërmeti ndodhi në një thellësi prej 10 kilometrash në orën 20:48 sipas kohës italiane. Ende nuk ka raportime për viktima. Pas tërmetit, të cilin e ndjen edhe provincat përreth, të gjitha ekipet e institucioneve tona filluan me njërë punë në terren, tha ministri i Brendshëm Ali Yerlikaya. Imazhet publikuara nga agjensitë private të lajmeve DHA tregojnë të paktën një ndërtesë të shkatruar dhe disa të tjera të dëmtuara në Sindirgi. Ky nuk është hera e parë që zona goditet nga lëkundje të fuqishme. Në gusht, një tërmet me të njëjtën magnitud la një të vdekur dhe 29 plagosur. Turqia ndodhet mbi disa vija tërmetesh që historikisht kanë shkaktuar tragjedi të mëdha. Në shkurt 2023, juglindja e vendit u godit nga një tërmet katastrofik që vrau të paktën 53 njerëz dhe shkatëroi qytetin e Antakyas, historikisht i njohur si Antiokia.